Të nderuar miq, përshëndetje dhe mirë se takohemi në podcastin e radhës të Forumit Shqiptar. Është një kënaqësi e veçantë që rinia jon është pjesë e pandarë dhe e ardhmja jonë e sigurt. Me ne sonte i kemi dy të rinj të shkëlqyer, Albanën dhe Kristianin, të cilët kanë qenë edhe pjesë të Akademisë Politike të Forumit Shqiptar. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në podcastin e Forumit Shqiptar. Përshëndetje, fillimisht duhet ju përgëzoj për podcastin dhe mundësinë që na keni dhënë që të jemi pjesë e fillimit të diçkaje, një iniciativë e re dhe e bukur e Forumit Shqiptar, që besoj është mirëpritur nga të gjithë qytetarët, po e kemi fatin që ne si të rinj të le të them në thonjza inaugurojmë. Më vjen mirë që kuptoni kështu dhe absorboni kështu. Albana? Faleminderit shumë për ftesën, për mua është kënaqësi të jem sot këtu me ju edhe të flas hapur për temat që do i diskutojmë sot. Për mua është shumë kënaqësi dhe urime për podcastin, mendoj se është diçka shumë me arrir edhe diçka që do ketë shumë sukses, jo vetëm këtu, po besoj edhe më gjerë. Ky është qëllimi im, që të rinjët tonë të jenë në fokus, të jenë në vendin e merituar, sepse ju e meritoni dhe ju duhet të jeni aty ku e meritoni ju. Albana, keni përfunduar një fakultet interesant që edhe në atë kohë, edhe tani ndoshta nuk është aq i njohur për opinionin, është graphic design, dhe më vonë keni magjistruar në komunikim. Pse e zgjodhët këtë drejtim dhe apo e bëni në profesionin tuaj? Atëherë në fillim kur aplikova, kur po shifja çfarë do zgjedhja, sepse isha me dy tre që lidheshin me dizajn dhe me komunikimin. Doja më shumë interior design, isha e prirur për aty. Po duke qenë se as në Tiranë, as në Malzi, as në rrethet tona afër këtu, nuk kishte diçka që lidhej direkt me interior design, thash okay, do merrem me graphic design, ku pjesa e saj do jetë edhe ajo. Më pas duke parë edhe tregun edhe gjitha, thash okay, një dizajni duhet edhe një komunikim i mirë, edhe besoj se kam bërë gjën e duhur. Mendoj se sot gjëja më e mirë është të kesh përfunduar diçka që lidhet me komunikimin, me media, sepse besoj që për çdo kompani, qoftë private, qoftë institucion shtetëror, nëse nuk ke një komunikim të mirë, nëse nuk ke një staf për komunikim. Ju thoni që bosh punon nëse nuk e transmeton ashtu siç duhet. Absolutisht, fjalët mund të jenë, komunikimi është gjithçka, fjalët duhen të jenë të sjellura, mund të jenë të mëshira shumë, por nëse nuk arrin të përçohen aty ku duhet, atëherë çdo gjë ka përfunduar kot, ka përfunduar në plehra, kështu që besoj që çdo kujt i duhet një tim i cili punon për mediat, për komunikimin, për përçimin e mesazheve cilësore dhe përçimin e mesazheve sidomos aty ku duhet. Pajtohem plotësisht se edhe unë ndjej edhe në profesionin tim këtë pjesë dhe gjithnjë. Besoj ministrinë ku ju punoni. Po, absolutisht, është edhe një pjesë e veçantë e timit tim, është PR team, që themi kështu, që merret me komunikim. Përndryshe, ju Kristian keni përfunduar gjermanishtën, apo jeni edhe magjistrant, keni magjistruar dhe merrni edhe me përkthime. Pse pikërisht gjuha gjermane, apo ndoshta për faktin se, siç thot fjala e urtë, një gjuhë e huaj, një fakultet më shumë? Po, sa i përket përgjedhjes së studimeve, fillimisht, domethënë nga vetë fakti se në gjimnaz më kanë ecur më mirë gjuhet edhe shkencat shoqërore, le të themi, e kisha disi më të lehtë me një ndarje dhe një zgjidhje. Pastaj, të jemi sinqert, një ndër arsyet kryesore ndoshta pse për gjuhë të huaja ishte se në atë moshë e mendoja edhe unë si shumë të ri largimin nga Malësia, migrimin, dhe mendoja që okay, nëse do përfundoj një gjuhë tuaj, do kem mundësi më të lehta komunikuese në vendin ku do të shpërngulem, por natyrisht ky mendim më ka ndryshuar me kalimin e kohës, fal edhe sukseseve, mund të them, tuaja si politikant suksesshëm për Malsinë. Dhe e përmendet një element që mua më bjen në mendje shumë shpesh, emigrimi, që është një nga plagët me të rënda për shqiptarët në të gjitha trevat, dhe më vjen shumë mirë që ju pikërisht dhe po ndjej edhe nga të rinj tjerë se politikëberja ose drejtimi i Forumit Shqiptar e ka ndalur këtë pjesa
të rëndësishme, mos të themi në këtë plak kaq të rënd për shqiptar, a pajtoheni ju me këtë? Po e ka stepur goxha, mund ta shoh edhe te bashkëmoshatarët tanë, megjithëse ne një pjesë të madhe të tonën e kemi në mërgim, që janë pjesë e pandare jona në çdo projekt, në çdo gjë që është realizuar në Malsi edhe para fitimit komunës, flas tani për komunën e Tuzit, por edhe në vazhdim, domethënë tani është vetëm institucionalizuar e gjithë ajo që ka qenë përpara në mënyrë vullnetare, tani është diçka më stabile. Për ju Albana, si shihni ju? Unë i shoh dy gjëra, dhe më herët pas se fillon të podcasti po bisedoja me ju dhe po tregoja historinë, sepse do të kthejmë pak mbrapa në kohë për ta lidhur me gjithë me pyetjen tuaj. Unë kur mbarova studimet në 2017, edhe u ktheva këtu. Gjithmonë jam këtu me mendimin se do përfundoj praktikën sepse atë më ofronte shteti atë kohë, paktën një diçka të mirë. Si të gjithëve. Po, si gjithëve një praktikë do e përfundoj diku. Edhe gjithmonë besoj do kthehem mbrapa sepse këtu të ardhmë një herë që të punësosh në institucione shtetërore as bëhet fjalë. Edhe mendoja Tuzin e shihja si diçka në gjendje të mjerueshme, e shihja si pa perspektivë, pa të ardhme. Edhe atëherë, nuk është se kam pasur probleme që të merrem me politikën, unë kam dash gjithmonë politikën dhe e kam shikuar gjithmonë politikën, se siç e thash, politika gjithmonë shoh se ti s'do merresh me të, do merret ajo me ty. Por në atë moment, në atë kohë nuk shifja të ardhme. Partitë ishin ndara, Partitë Shqiptare Flas, ishin ndara pa perspektivë, pa të ardhme, në problematika mes vetit, edhe nuk shive diçka të ardhme dhe mbaj me 2019 kur, sepse edhe kur studioja unë, kur thoja se nga vim, më thonë vin nga Malizi, po nga Ulcinja, jo po nga Tuzi, ku është ai vend? Domethënë as Shqipëria nuk merrej me neve, as nuk na ndihmonte, as nuk në nuk kishte idenë fare se ku gjendemi. Ku gjendemi dhe jo tjetër. Dhe ishte një moment kur një media mbas fitores të forumit shqiptar. Një media shqiptare shumë e njohur atëherë dhe tani në Shqipëri bën një postim, një publikim ku shkruan Nik Xhelosha më kujton francezin Emmanuel Macron. Dhe mua njëherë aty merr një ndjenjë krenarie, se për të parën herë po dëgjoj diçka pozitive, diçka të mirë, se po edhe për të parën herë po dëgjoj se po flitej për Tuzin. Edhe po flitej për një lider i cili kishte thyer barierat, i cili kishte formuar një koalicion, forumi shqiptar dhe po merr diçka pozitive dhe ishte hera parë që unë publikova diçka në rrjetin tim personal mbi politikën. Si motiv? Po, edhe do të shoh anën e dytë, do ta shoh nuk është edhe fituam edhe gjithë, por është edhe imazhi që ti sot jep të tjerët. Nuk mund të them sot, edhe nuk mund ta thonë besoj askush, as ata të cilët janë kundër forumit, nuk mund mbyllin sytë dhe thonë që ndryshimet nuk janë dukshme. Ato absolutisht duken, mund të kesh çfarëdo politike, çfarëdo lloj bindje, mund të përkrash çdo është legjitime, por të thuash në Tuz nuk është punuar. Absolutisht kjo është diçka që nuk mund ta mohoj askush dhe e këtë them me krenari dhe me bindje dhe për këtë jam shumë e lumtur që i përkas forumit dhe e kam përkaqur në momentin e parë dhe nuk kam bërë asnjë lëkundje për dyshuar një moment se ndoshta me dikën tjetër do isha më mirë. Edhe pikërisht për këtë jam sot këtu. Ne na vjen shumë mirë që të rinjët tonë e ndjejnë këtë ndryshim. Në fakt, Forumi Shqiptar ka pas qëllim që në unifikimin e subjekteve, koalicionit dhe premtimit që do të bëhemi një subjekt, sepse vetëm unifikimi është ai që ne na çon aty ku duhet, ne na integron, ne na zhvillon, ne na sjell në tryezat më të rëndësishme, jo vetëm të nivelit shtetëror, por edhe me agjer. Ju ishit pjesë e Akademisë Politike, Kristian, pse dhe a jeni të kënaqur me këtë projekt? Unë mund të them që jam gjithmonë i gatshëm për të marrë pjesë në iniciativa të reja dhe nisem gjithmonë nga ana emocionale që e them se fillimisht jemi ndier mirë, rehat, kemi njohur 3 nga treva të ndryshme të Malizi. Një gjë që veçonte këtë akademi ishte sepse edhe pse e organizuar nga Forumi Shqiptar, aty patën drejt marrin pjesë
të gjithë pavarësisht bindjeve politike. Dhe morën, pra se Dhe kemi morën, edhe po. njerëz të rinj që ishin apolitik. Dhe kjo e bëri edhe diskutimin shumë më interesant, edhe panelistët e përzgjedhur, domethënë çdo gjë ishte në një nivel përtej pritshmërive dhe edhe pyetjet e mia shpeshherë kanë qenë tendencioze që jo vetëm të di sipërfaqësisht për përvojën e tyre, por të pyes diçka konkrete që mund të ndihmojnë të rinjt nga përvoja e profesionistëve në fushat e tyre, se çfarë përvoje mund të marrim ne që të praktikojmë nesër, domethënë nga gabimet e tyre apo nga arritjet e panelistëve që vërtet kanë qenë në një nivel shumë të mirë. Për ju Albana, Në fakt në fillim kur e pash akademinë politike thash, okay, më në fund diçka e mirë, diçka ndryshe diçka e re që kam pasur fatin të jem në disa vende tjera, po bëhet edhe në Tuzë. Edhe u gëzova më lufturoj ky fakt edhe aplikova, po më pas më kapi një lloj skepticizmi, thash okay, po unë kam mosh për këtë punë. Mendoja gjithmonë se ndoshta këto akademi ku i takojnë dikujt që sapo ka përfunduar studimet, që është në rrugtimin e tij drejt punës, karrierës, ose dikush që sapo ka filluar studimet, mendoj se takojnë më shumë asaj pjese. Mirë, po sot mendoj se absolutisht se kisha gabim. Mendoj se kur nuk është dorë të mësosh, gjithmonë do mësosh diçka të re. Lektorët kanë qenë të shkëlqyer, mendoj se pa çka se unë mund të kem një ose dy që më kanë dhënë më shumë bresa, s'do t'i përmend sepse të gjithë kanë pas rolin e tyre, nga të gjithë ke mund të mësosh diçka më shumë, të marrësh diçka më shumë, ndoshta nga pyetjet tona pak pikante, të cilat e kanë bërë dhe më interesant ndërveprimin, komunikimin me ta, ke mund të mësosh diçka më shumë nga karriera e tyre, nga përvoja e tyre në politikë, në media, në fushat ndryshme të cilat kanë qenë, për gratë që janë suksesshme në politikë, si ka qenë ajo rrugtimi i tyre, angjason me tonin këtu dhe ke mund të mësosh shumë gjëra që mendoj se është një diçka që duhet të aplikojnë gjithë, siç e tha dhe Kristiani, përtej asaj nëse janë apo nuk janë me formumin. Është ajo pak rëndësi ka që të vish të mësosh diçka të re dhe të marrësh diçka më të mirë nga ajo. Ishte edhe qëllimi jonë edhe pikrisht që të sjellim lidere ose gra të zoja shqiptare dhe jo vetëm, që në këtë mënyrë të përcjellim mesazhin e duhur edhe të zonjat shqiptare, edhe të trijat e trejat sidomos shqiptare, se mendojmë se ende përfshirja e tyre nuk është e nevojshme në politikë. A pajtojnë jo Albana me këtë, dhe çfarë duhet bërë që kjo përfshirje të jetë edhe më e duhur dhe të jetë në fakt aty ku duhet, në nivelin më të lartë? Unë do të them diçka. Politika në përgjithësi shihet si diçka negative, si diçka e cila ose më shumë si diçka që u takon vetëm burrave. Edhe gjithmonë kemi shkuar me këtë që gratë në politikë janë... E sigurova unë me kvotë, është domosdoshme tash, 40%. Po, kvota është e mirë, kvota gjithmonë janë të mira. Edhe kjo është që i shtyn që, okay, jemi me kvotë, ju duhet t'jeni aty. Por unë kam shkuar gjithmonë te cilësia. Gjithmonë do të ketë një cilësi, një grua që në realitet e meriton atë vend aty ku është. Dhe mendoj se gratë sot në politikë duhet t'jenë në vendimarrje, dhe pikërisht aty fillon ndryshimi. Unë mendoj tani, shumica flasim neve këtu për rrugët, për infrastrukturën, për ekonominë, për digitalizimin, për kulturën, mbrojtjen kibernetike. Po, mbrojtjen kibernetike, për natyrën, për gjitha këto, po pak flasim për sa kyçura gratë në politikë, sepse unë besoj, ndoshta edhe jam gabim, korrigjon se them. Pse është kështu situata? Unë mendoj pak edhe femrat nuk duan. Ndoshta i druhen para gjykimeve. Unë mbaj mend në një takim që kemi qenë me kryetarin e komunës Preshevës, e cila tha, unë sot kam 2 paragjykime. E para se janë femër dhe e dyta se janë femër shqiptare në politikë. Dhe besoj të dy janë këto qëndrojnë për secilin e tyre. Nuk duhet duken primitive, por është një realitet i tillë që e ka shtruar këtë lloj mendësie. Për fat mirë, Forumi Shqiptar për e thënë edhe këtë barierë, si shumë barierë tjera. Po, edhe... Dhe besoj që ta kuptojnë, femrat shqiptare ta kuptoni se ne jemi aty për t'ju ndihmuar dhe për t'ju ushtrir dorën e bashkëpunimit, se është e domosdoshme dhe duhet që ju të jeni pjesë e vendimarrë, sepse e meritoni. Dhe natyrisht cilësia është ajo gjithmonë kryesorja. Por për fat keq edhe në rrafshin ballkanik dhe me Azjer, shumë gjëra bëhen vetëm se kur duhen. Prandaj unë doja domethënë
të ndërhyja dhe t'ju përgëzoja për këtë që keni futur kuotën me përqindje për gratë. E di se ndoshta në një botë ideale do shikoj që meritokracia të fitojë kështu, po në fillim po nuk e bëre me ligje me kështu. Është e vështirë që të depërtojnë. Dhe pastaj besoj se me kalimin e kohës, me përvojë, me kështu do vijte të një nivel i dëshiruar. Po, unë mendoj këtu se pak jemi edhe ne problemi, se neve nuk, për shkak këtyre paragjykimeve nuk duan të futemi në politikë. Edhe pastaj edhe bavem fajin tjerëve që nuk duan, nuk na lejnë, jo burrat, jo kështu. Mendoj se po duash ti pak, mendoj se edhe tjerë do të shtojnë, se edhe ligji e bën vetën që ti duhet të shtoj, po thjesht duhet edhe neve pak të marrim hapan. E di se hapat janë më të vështirë se sa të meshkujve. Këta duhet edhe s'është vetëm në malëzi, as në malëzi, po është fenomen Ballkan në mënyrë të posaçme. Çfarë kishit veçuar nga Akademia Politike përvoja kryesore? Mu më ka lënë shumë përshtypje komunikimi i trinëve, hapërsia, si me themi kështu, ata flishin hapur për tema, kishte pyetje shumë pikante, dhe për ju çfarë është ajo kryesore që ju la përshtypjen më të madhe? Pikërisht kjo, unë s'do veçoja ligjëruesit, kanë qenë shkëlqyer edhe për këtë as nuk dyshoja. Po në çfarë shih se unë me herë kur i beja këto dhe kishin ndonjë aktivitet ose diçka në Tuzë ose në nivel lokal, gjithmonë të rit kanë qenë stepur, për shembull, as nuk bënin pyetje, nuk donin të ishin aktive dhe kështu. Aty e kam parë komplet diçka ndryshe, gjithë ishim aktiv, gjithë me pyetje, biles me pyetje shumë tendencioze, edhe provokuese, edhe besoj se kjo ka qenë diçka surprizë, edhe diçka që është që jep shpresë edhe kësaj që rinia realisht do bëjnë ndryshime në të ardhmen. Absolutisht. Kristian? Po, këtë doja të thoja edhe unë që deri diku bashkëbisedimi ka qenë pa doreza, pa marrë parasysh, ka pas trinj të cilët veç kanë filluar të dëgjojnë pak për politikën, ose të tjerë që kanë pak më shumë përvojë, gjithsesi të gjithë kanë qenë shumë të lirë në një ambient i cili ju ka ofruar mundësinë që të flasim pa doreza, të themi mendimet tona dhe të jemi kritik ose të arrijmë të një zgjidhje përbashkët. Mendoj se ky ka qenë edhe qëllimi dhe është qëllimi i Forumit Shqiptar, që vendimet të sjellim bashkë. Absolutisht. Pra vendimet të jenë të mirë koordinuara me ide të ndryshme, me qëllime të ndryshme, sepse vetëm ashtu mund të vijmë deri tek ajo më e mira në çdo aspekt, dhe shpresoj se kështu do të ndodhi në të ardhmen. Nëse keni diçka për fund, për ndonjë mesazh për të rinjt tonë dhe për politikën në përgjithësi. Unë në fund fakt doja t'ju falenderoja edhe për akademinë, edhe për podcastin, mendoj se është një mundësi shumë e mire jona për t'u shprehur. Nuk është se kem pas shumë këso lloj mundësish, në fakt kanë qenë shumë tralla dhe besoj që është diçka e mirë për neve, po edhe gjithë që do vinë pas nesh, sepse besoj se kjo do vazhdojnë edhe në të ardhmen. Sa për trit, thjesht them që mos të keni frikë, mos të druani nga rreziqet, nga ajo për të qenë pjesë e politikës. Qenë pjesë e politikës, pjesë aktive e politikës, edhe për të marrë hapa edhe të mëdhenj nga njëherë që mendoni që ndoshta edhe nuk mund t'i mbajmë, t'i arrijmë. Faleminderit, Kristian. Gjithashtu do doja t'ju falenderoj për mundësinë që na keni dhënë, dhe një mesazh për trinj që të aktivizohen, domethënë në aktivizmin rinor, politik, shoqëror, po në fusha të ndryshme, që mos të shohin këtë, si tha dhe Albana, që nga njerë shihet si vetëm pjesa negative që përcjellet në media kështu me radhë, por aktivizmi rinor mund të jetë në fusha të ndryshme, edhe të dobishme, siç kemi marrë pjesë, edhe jo vetëm protesta, po edhe ky aktiviteti i sot, me kështu me radhë, domethënë të përçojmë mesazhe edhe pozitive, po ashtu nëse duan të bëjnë një ndryshim që shohin, jo gjithmonë të vendoset gishti të dikush që nuk po e bën ndryshimin, po hajde të japim edhe ne kontributin ton, jo vetëm ta diskutojmë në një kafene, por të bëjmë hapa konkret për të bërë atë ndryshimin që duam. Dhe e di se është klisheja ajo shprehja, nëse do të shohësh ndryshimin në botë, filloje bëje te vetja, por
do doja ta rikujtoja sepse kjo është me të vërtet një shprehje që vlen. Sa mesazhe të bukura keni përcjellur. Sot unë do ta mbyll me një mesazh të përbashkët dal nga ju të dy për të gjithë të rinjët tonë. Mos zgjedhni komoditetin. Absolutisht. Se nëse zgjedhni komoditetin, nuk do të shkoni larg. Punoni shumë, rezultati nuk do të mungoj. Faleminderit edhe një herë që ishi Faleminderit juve. pjesë e podcastit. Ju dëshiroj gjithë të mirat. Të nderuar miq, ishte edhe një podcast i Forumit Shqiptar. Vazhdojmë me serialet tjera shumë të rëndësishme dhe me shumë tjerë të rinj të shkëlqyeshëm. Faleminderit për vëmendjen tuaj.